時は今千年の呪縛は破られた吹く風に突き上げろ自由のバジュラを蘇る理由さえ正義の意味さえも今は知らないお前だけれど吠えろ前期前期いつかで会うきっと胸に刺さるような祈りを込めた瞳にそうさ前期前期その輝きこそ愛という無限の力だバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンBëhu gati! S'ke shanse! Kjo është vërtet e jashtëzakonshme. Është qeni hynor ai atje lart. Është duke luftuar me ta. Po pse? Çfarë po ndodh atje? E thjesht, Zenke dhe qeni hynor po bashkojnë forcat, askush nuk mund t'i mund ata tani. Nuk kam për ta lënë kurrë të ulet. Me sa duket vrima e zezë është gati për ta shkatëruar gjithë universin. Tani është shumë afër ka zue. Ne duhet të bëjmë gjithçka për të ndihmuar ata ta shkatërrojnë përfundimisht atë bish. Erdhi koha. Suluni tani ndjema! Ja ku jemi, jam gati. Sapata e artë e dragojit të Perëndis. Shkop lëvizë tokën. Sulm qiellor. Tani do t'i shkatroj të gjitha. Të gjithë lidhjet që më lidhin me fatin tim. Unë do të sulmoj. Goditje korona! U bëft vullneti im. Ki kujdes! Nxito, duhet të mbrohesh. Dolëm! Çfarë është ajo? Nuk ka mundësi. S'ka mundësi! Çfarë është duke ndodhur kështu? Oh, nuk mund ta besoj.
Jo, Chucky! Nuk mund të bësh asgjë. Shpresoj që tashmë të kesh vdekur. Shumë shpejt midis nesh do të ketë vetëm qetësi. Një paqe e bukur do të pushtoj vendin. S'do të ketë pluhur, as edhe një shenjë jete, një botë komplet e boshatisur. Po, ju do të përqafoni vdekjen ashtu si që bëm ne, dhe do të bashkoheni me ne në kohën e lavdishme të shërbimit me përkushtim nga ligësit. Është e kot. Mos u dorëzo shoqëruesi im besnik. Nuk mundet. Më duket se po shkoj në botën tjetër. Mjaft fole gjëra pa vend karkalec i vogël. Nëse nuk luftojmë tani, nuk do të ketë botë tjetër. Mjeshtre, kam frikë se askush nuk mund ta mund bishën e egër. Koki? Ajo kërkon të shkatërrojë universin e vet. Kjo gjë është shumë më e fortë se çdo perëndi. Po ne atëre çfarë jemi? Mos jemi gjëvall, disa insekte që rrim në pëllëmbën e dorës së tij? Njerëzimi nuk mund të luftojë kundër një force të pandalshme si kjo. Është një lloj si të pështysh furtunën. Kjo ishte e gjitha? Do të thotë se ky ishte fati ynë? O, Zoti Dej Soxho! Jeni për të ardhur keq. Oh! Nuk do ta lejoj bishën e egër të më tregoj mua fundin. Unë nuk marr urdhra nga askush. Nga asnjë. Zenki. Nuk kam për të dorëzuar. Sepse jam angjëlli mbrojtës më i fortë në botë! Zenki! Mos janë gjë të marrë? Këta njerëz nuk dorëzohen apo jo? Shkatërimi është diçka natyrale, sigurisht. Pse nuk e pranoni? S'mund të luftoni me fatin tuaj. Ndonjë ditë do të vdisni gjithsesi. Ashtu është. Të gjithë do të vdesim herët ose vonë. Ashtu është. E di që një ditë dhe jetës sime do t'i vijë fundi. E di këtë. S'ka rëndësi se sa të vështira do jenë gjërat. Unë do të vazhdoj. Zenki ma ka mësuar këtë. Çfarë ishte kjo? Chucky!
Zenki, mjeshtre! Në rregull, djema! Le t'i tregojmë atyre që jemi të aftë të bëjmë! Mbrojtës përfundimtar! Eja, një gjithë fuqit! Kjo dritë, që është kjo dritë e ngrohtë? Shaki, Goki, le të shkojmë. Po, jam gati. Nisemi, Zenki! Shikoni, qëngër ka i. Edhe Qaki dhe Goki janë po ashtu atje. Ata janë bërë një me Zenkin dhe tani po luftojnë të gjithë së bashku. E pa besueshme. Lidhja midis ëngjëllit të mbrojtës dhe kujdestarëve të tij më e fortë se çdo fjalë magjike apo armë. Vërtet befasuese. Unë do t'i jap fund kësaj. Do të shkoj të zbuloj se kush është ardhmja ime e vërtet. Bëje tani! Forca, Zenki! O, Zot! E shikon se shpondodh ky Ribayashi? Zenki! Ata janë të dy! Po, prift ju kaj! Prite këtë bishë shëmtuar, ta shikojmë se ç'mund të bësh kundra fuqisë sime të bashkuar me atë të Qakit dhe të Gokit gjithashtu. Ai është këtu, e mrekullueshme. Qëndroj fort. Zenki! Oh, mos, Qaki. Të lutem, tregu e kujdesshme. Jeta jote është në rrezik. Sulmi dragoj të ardh! Ludora! Nuk është e drejtë. Ku është e bukura kur humb jetën kundrejt fitores? Unë nuk do ta shoh më kur vajzën time të ëmbël.
Chucky. Chucky! Chucky! Senki? Shiko, Chucky! Dielli po shkëlqen përsëri. Jeta po gjallërohet. Ja dolëm. I vram me fuqit tona. E vram bishën egër. Po. Por mendoj se kësaj here mbarova punë këtu. Jo. Senki! Kjo po ndodh për shkak se përdorëm ludorën. Ludora është jeta vdekje për mua. Mendoj se i kam përdorur të gjitha fuqitë e mia. Mendoj se nuk kam fare energji brenda meje. Senki, mos shko! Të lutem mos vdis! Nuk do të lë, Senki, ti ke shumë nevojë për mua! Ti duhet të lumtosh! Të lutem mos më lër, Senki! Koki! Qeni hynar! Mjeshtre! Jam gjallë! I qituar nga fytyra ime! Me shkëpeturi intimoj! Të më lësho, që më kështu, Chucky, më lësho, po të them, më lësho! Falë zotit jeni mirë! Do të shkoj të gjej të ardhmen time. Dhe këto nuk do të më duhen më. Qeni hynar, ro. Ju në shpëtua të gjithëve. Bisha e egër u shkatërua dhe ne mund të kemi përsëri paqen. Dhe kjo fal jush, 2 ënjë i mbrojtës dhe një priftëreshe fuqishme. Oh, faleminderit shumë, zotëri. Pra u kthyem në jetën tonë të mërzitshme, ha? Do të fillë pak gjumë tani të gjej paqe dhe qetësi në veten time. Vazhdo ti gjumash. Vetëm për të fjetur e ke mendjen ti karkalec. Unë nuk kam ndonjë interes për këtë botë këtu. Nuk ka vlerë të luftosh me asnjë. Senki! E kam shumë bezditëri këtu. Po më thua që dëshiron të të mbyll brenda? A? Mjeshtre, edhe mua. Koki! Një botë me paqe, nuk kam nevojë për mbrojtës. Të lutem, nëse ka ndonjë të lash më thirr urgjentisht, do të vi dhe do të ndihmoj me një herë, Chucky. Ha, mjeshtre. Eja pra, çfarë po pret akoma? Chucky, bëje. Nuk ka problem. Ju, Chucky! Fuqit e ëngjëjve që mi dhuruan mua? Unë ju urdhëroj! Forca! Shakti! Sauka! Futuni brenda, ëngjëj mbrojtës!
më vonë! Chucky! Nuk i vë faj Zenkit. Angjëjt mbrojtës nuk mund të marrin urdhra nga njerëzit. Ata e urejnë këtë dhe kjo botë është shumë e zhurmshme për ta. Ata madje as nuk mund të pushojnë të qetë në paqe, pra nuk mund t'i japësh liri dhe nëse do. Kjo është për të mirën e ti. Kështu është. Era është shumë e fortë. Lulu papa. Mirëmëngjes të gjithëve. Zënjusha Eno, erdhi posta. Faleminderit. Ah! Gjyshe e gjen dot. Çfarë është? Ç'është gjithë ky gëzim? Prindrit e tu do të kthehen? Pra më në fund ai djali im po kthehet në shtëpi. A nuk ishte vajur për kërkime arkeologjike në Meksik ai? Po kjo është fantastike, Chucky. Ke kopa i para, po jo? Shumë faleminderit, Soma. Nuk ka përse. Jepi pra hape. Ndoshta është nga Minnesota, nga Nili. Jo, voglusje, Nili është në Egjipt. Oh, punë e madhe. Oh, Çfarë ke, Chucky? Çfarë ka në kuti? nuk do doni ta dinit. Për çfarë po flet kështu? Më lër të shikoj. Jo, mos! Pra, ne i tregoj. Jam fare të karus! O, sa të shëmtuara janë në Zenki! Por, mjeshtre. Më vjen keq. S'dija çfarë të bëja. Zenki, bëj diçka për këto, nxirto! E pra të paft. Kush mendoni se jam? Unë jam Zenki, angjëlli mbrojtës më i fort në të gjithë botën. Forca, Zenki! Forca! Dhe